E thjesht është. Dhe zotri Shala, e kemi edhe pjesën amerikane, pra e kemi brenda krejt kësaj gjykate, kushtimisht për quaj edhe lobin amerikan, të cilët e dim se çfarë sjellje ose çfarë deklaratat paktën nga ajo që kemi lexuar kanë dhënë fund me gjykatën. A ka mundësi që këto deklarata dhe përkraja e madhe që për marrin momentale, e gjithashtu akuzat kundër Jack Smith, si dhe rënja e raportit të Dick Martit, të jenë 3 shtyllat kryesore të cilat megjithatë do ta nxjerrin nga ky proces fitimtar katërshëm? Dëgjoni, normal, nëse kishme qenë gjykata normal, këtu shqiptarët i dashme bëu fest, vetëm në momentin kur lexohen këto elemente që përmendë Krah me drejt. Por çështja që ne kemi të bëjmë me një gjykatë normale. Asaj gjykate, lirisht mund të më thonë pallati i padrejtësisë, jo pallati i drejtësisë. Që i bjen, kjo gjykatë, çdo element që ka pesh edhe është argument juridik e ka ignoruar deri më sot. Pra, unë kam frikë edhe përkundër fakteve që janë të prekshme, konkrete, kjo gjykatë ka shkuar në kundërshtim me parimet juridike që janë universale, vetëm për mi majtë djemë tonë atje. Mos harroni, Amerikanë po dëshmojnë. Na kemi pas para një 10 ditë sa shkuan tashmë James Rubin, kemi me pas Bernard Kouchner, kemi me pas dëshmin shkruar të Madeleine Albright. Pra një strukturë udhëhecse e globit asaj kohe, ose e pjesës demokratike asaj kohe, ata nuk kanë mujtë me përkrah një strukturë kriminale që e akuzon u që kenë neni i 35 të akuzës. Ata kanë bërë hulumtime fillimisht, kanë bërë, se më thonë, eksplorimet veçanta e detajume, as duhet me mbështet këtë organizatë që ka një që ke. Edhe a menon dikush që fuqia ma madhe në botë e kohës, aleanca ma madhe në botë usharake NATO, kish intervenuar si aleate e një bande kriminale që financohet nga droga dhe bën trafikim të organeve, sigurisht jo. Por ata janë quhe, e kanë përkrahur si aleat, mas e kanë pa pastërtinë e kësaj lufte, mas e kanë pa që kjo një luftë, një kaos edhe për liri. E liria gjithkund në botë është e shenjtë, edhe gjithkund në botë lavdërohet, dekorohet, rastin e shqiptarëve po dënohet, po gjykohet. Pra imagjinoni, një guerile, këtë pisnike që ka bërë luftë për liri, gjykohet si kriminal. Prandaj për mua, premisa e parë, ku dëshmojnë Amerikanë, rënja e raportit Dick Martit, janë të mjaftueshme me kuptuar që gjykata nuk e ka qëllim drejtësi. Qëllimi ka baltosjen e guerilës mafisnike që ka pa historia e njerëzimit. E kjo a ka menduar në fund, kam frikë se po, nëse më pyetni me emra konkret, kush nga kaqja e madhe mund me dal i pasur dhe i pafajshëm nga kjo gjykatë, nuk po duhet po politik. Po deri më sot mendoj që veç Kadri Veseli, Hashim Thaçin kompli kanë me dënuar vetëm për administrim provave, për pengim në administrim provave. Recep Selimin edhe Kukrasniqin, por bes nuk e di, konflikt që jo se këta dy kanë lidhje me krimin. Unë e besoj të pafajësia të katërve, por çish po sillet situata. Deri më tash, mas fakti kanë hamendsuar ose kanë shpik prova që e bindin palën akuzuese vetëm për Kadri Veseli. Pra për ato as spekulime s'ka mund me bon, që i bjen ai me shumë gjatë për mund del, sepse s'ka mu kapon. Paqin, Regjon edhe Jakubin me ne që kanë dënuar. Por zotri Shala, mendonin që edhe persona si Madeleine Albright, Bernard Kouchner, James Rubio e të tilla dëshmi të këtij niveli nuk do të merren parasysh, apo më mirë ta bëj pyetje në anën tjetër, mendoni se të gjithë këta persona kanë shkuar për ta mashtruar një trup gjyqësor atje? Këta persona me në që e kam qartë njësën, prej James Rubin, nëse keni pa James Rubin, aty ma shumë si dëshmitar, a i fletë si kronikant i historisë. Unë si historian e di cila rëndësia kronikës kur shkruhet historia, kur e nxjerrë prej arkivit dokumentin. Pra, James Rubin, ma shumë se për fatin e 4 djemëve tonë atje, është të kujdes për fatin e historisë tonë. Njëtën ka me bo Bernard Kouchner, sepse akuza ku është krime lufte edhe krime pas lufte. Bernard Kouchner ka qenë administratori i parë në Kosovë mas lufte, përfaqësuesi special i sekretarit përgjithshëm, që i bjen, ai ka me dëshmuar, Rubini e dëshmoi pjesën e luftës, që kjo kaçë e madhe, kjo guerile fantastike, nuk kanë bë krime. Bernard Kouchner ka me thonë, edhe mas lufta, kur ka ardhi në Kosovë liria, o vendos paqja, kjo guerile, udhëhecë tyne s'kan të bëjnë me krimin, por sa merren parasysh, personalisht kam shumë dyshime, po e them, sepse na kemi pa shpeshet, jo rallet, gjykata
edhe prokuroria jonë nish. E gjykata e ka rolin e arbitrit, lypengue prokurorin, lypengue mbrojtjen, edhe në fund me dhënë vendimin e vet. Ato shpeshherë kemi pa, sa e prokuroria ka rënë lajpritje, pa mundësi me dëshmue, ose me lidh krimin eventual me skatshos edhe krimin e supozume, e ka marrë rolin e prokurorit edhe ka gjykuar djemt gjykata, pa marrë verdikt final. Kjo është absolutisht lloj vet. Ky proces është kafkian. Pra, aktakuza